Shoqata e Bashkive dhe e të Zgjedhurve Vendor të Shqipërisë i ka paraqitur Komisionit të Ekonomisë, Punësimit dhe Financave në Kuvendin e Shqipërisë propozimet dhe rekomandimet për projekt buxhetin 2026 me fokus rritjen reale të financimit për njësitë e vetqeverisjes vendore. Propozimet u paraqiten në emër të shoqatës nga Fisnik Qosja, president, dhe Albert Melyshi, zëvendës president. Shoqata vlerësor se procesi i hartimit të buxhetit 2026 përbën një moment thelbësor për forcimin e autonomisë financiare të pushtetit vendor. Transfertat e pakushzuara dhe ato sektoriale duhet të garantojnë ushtrimin real të funksioneve të decentralizuara dhe të reduktojnë pabarazitë territoriale midis bashkive urbane dhe atyre rurale e malore. Shoqata vlerëson se megjithë rritjet formale në disa zëra buxhetor, projekt buxheti 2026 nuk përmbush nevojat reale financiare të shumë bashkive, veçanërisht bashkive rurale dhe malore me sipërfaqe të madhe gjeografike, bashkive me densi të ulët popullsie dhe kosto të lartë shërbimesh, bashkive që mbulojnë funksione të decentralizuara me standarde gjithnjë më të larta dhe me kosto në rritje. Shoqata thekson se formulat aktuale të ndarjes së transfertave nuk reflektojnë koston reale të shërbimeve, sidomos në zonat e thella dhe malore, ku infrastruktura, transporti dhe distancat rrisin ndjeshëm shpenzimet për njësi shërbimi. Kërkesat dhe rekomandimet kyçe të shoqatës janë: dyfishimi i transfertës së pakushzuar dhe sektoriale në buxhetin 2026. Shoqata kërkon dyfishimin e fondit sektorial prej 14.801 milion lekësh, duke theksuar se kosto e funksioneve të decentralizuara, arsimi parashkollor, shërbimet sociale, qendrat komunitare, kultura, është rritur ndjeshëm. Hendeku mes kostos reale dhe financimit ka nisur që prej vitit 2016 dhe është thelluar çdo vit. Dyfishimi i fondit do të siguronte standarde dinjitoze të shërbimeve për qytetarët në të gjitha bashkitë. Krijimi i fondit të veçantë për barazi territoriale. Shoqata propozon themelimin e një fondi të posaçëm që të adresojë realisht pabarazitë gjeografike duke rritur peshën e kritereve të sipërfaqes së madhje territoriale, të dendësisë të ulët të popullsisë, të kostove të mëdha të transportit dhe infrastrukturës, të zonave të thella dhe malore. Rishikimi i formulës së transfertave në vitin 2027. Shoqata kërkon nisjen e një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës gjatë vitit 2026 për rishikimin e koeficientëve të peshës së popullsisë, sipërfaqes dhe shërbimeve, metodologjisë e llogaritjes së kapacitetit fiskal përfshirë rentën minerare nga 5% në minimalisht 30% në favor të bashkive, standardet minimale të shpenzimeve për funksionet vendore. Shoqata e Bashkive dhe e të Zgjedhurve Vendor angazhohet të mbështesë rritjen e të ardhurave vendore përmes administrimit më të mirë, digitalizimit dhe zgjerimit të bazës tatimore, të forcojë transparencën dhe efikasitetin e menaxhimin e burimeve, të ofrojë ekspertizë teknike për çdo diskutim institucional për reformën e financave vendore, decentralizim dhe financim i sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime, etj. Qëndrimi i shoqatës. Rritja reale e transfertës së pakushzuar dhe sektoriale, mbështetja e bashkive malore dhe rurale dhe forcimi i mekanizmave të performancës nuk janë kërkesa teknike, por kërkesa politike të domosdoshme për të garantuar funksionimin e vetqeverisjes vendore, barazinë territoriale dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët. Shoqata nënvizon se pa një rritje substanciale të financimit vendor, reformat e decentralizimit dhe zhvillimit lokal mbeten të paplotësuara.